Një vjedhje e fondeve publike e kryer nëpërmjet mashtrimit është realizuar në bashkëpunim mes drejtuesve të Autoritetit Rrugor Shqiptar, Kompanisë Salillari SHPK të Pollumb Salillarit dhe Kompanisë Gjener 2 SHPK të Bashkim Mulajt. Fakti është ky, më 8 janar 2021, vetëm 5 muaj pas ndërtimit dhe marrjes në dorëzim, rruga e Borshit u ça, rrëshqiti dhe doli jashtë funksionit, megjithëse kishte një vlerë investimi prej 14.5 miliard lekësh dhe ishte ndërtuar me kontratë mirëmbajtjeje nga Kompania Salillari SHPK. Ndërtuesi Pollumb Salillari, Bashkia e Imarës dhe Autoriteti Rrugor hartuan një raport teknik për rrëshqitjen e rrugës, duke mashtruar publikisht sikur shkaku ishin rreshjet e shiut, edhe pse garancia e kësaj rruge ishte 10 vjet. Auditimi i kryer nga ekspertët e kontrollit të lartë të shtetit më 11 janar 2021 konstatoi se shkaku i rrëshqitjes nuk ishin rreshjet, por mosbatimi i projektit teknik nga Kompania Salillari SHPK dhe mungesa e mirëmbajtjes pas ndërtimit, detyrim që i takonte po kësaj kompanie sipas kontratës. Në raportin e KLSH-s dhe në kallëzimin penal të depozituar në SPAK për mashtrime e projektin dhe cilësi të dobët punimesh, drejtuesve të ARSH-s ju kërkuaj që rindërtimi i pjesës së dëmtuar të rrugës së Borshit të kryej nga Kompania Salillari SHPK me shpenzimet e saj, por Autoriteti Rrugor, në vend që ta detyronte Pollumb Salillarin të rindërtonte rrugën me shpenzimet e veta, zhvilloi një tender tjetër me objekt emergjencë, evitimi i rrëshqitjes në rrugën e Borshit me fond limit 1.6 miliard lek. Tenderi ju dha Kompanisë Gjener 2 SHPK të Bashkim Mulajt me 99.99% të fondit limit, por Autoriteti Rrugor lejoi që punimet të kryeshin sërish nga Kompania Salillari SHPK, e cila ishte vetë shkaktare e rrëshqitjes për shkak të mosbatimit të projektit fillestar dhe cilësisë së dobët të punimeve. Ky fakt ka dalë gjatë hetimit të kryer nga agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit, të cilët dorëzuan në SPAK një dosje me prova për krim ekonomik lidhur me projektin e rrugës së Borshit, por prej 5 vitesh nga nisja e hetimit, SPAK nuk e ka marrë në pyetje ndërtuesin Pollumb Salillari, pavarësisht provave të KLSH-s dhe atyre të zbuluara nga BKH. Ndërkohë, në regjistrat e çështjeve që heton SPAK-u, nuk figuron dosja e rrugës së Borshit, fakt që krijon dyshime se çështja mund të jetë pushuar në heshtje ose po zvarritet që të pushohet për shkak të tejkalimit të afateve. Po ashtu, nuk ka asnjë veprim edhe për 3 kallëzimet penale të depozituara ndaj Pollumb Salillarit për ndërtim pallate shpaleje në Tiranë, për shkatrim të zonës së mbrojtur në Lumas të Kuçovës, për falsifikim dhe korrupsion me tender, për koncesionin 60 milionë euro të portit të Vlorës dhe për grabitje tokash për park energjie fotovoltaike në Fier. Hetimi i pamfletit mbi Primo Hotel në komunën e Parisit nuk mund të lexohet i shkëputur nga profili kriminal i familjes Fejzulla. Skema që shfaqet sot në Tiranë si aktivitet ekonomik i dukshëm ka rrënë të thella në dosje penale të ndërtuara prej vitesh nga autoritetet belge dhe spanjolle, ku emri i Haredin Fejzulla rezultoni dokumentuar si drejtuesi një organizate kriminale të strukturuar dhe fitimprurse. Haredin Fejzulla, 60 vjeçar, është identifikuar nga autoritetet belge si kreu i një rrjeti të gjerë të kultivimit dhe trafikimit të kanabisit që operonte përmes modelit industrial të shtëpive të barit. Organizata ngriti mbi 20 plantacione të brendshme në Belgjik, duke përdorur prona të marra me qira nëpërmjet dokumenteve të falsifikuara dhe identiteteve të rreme. Hetimet zbuluan se rrjeti gjeneronte rreth 4 milion euro dhe funksiononte me role të ndara, logjistik të centralizuar dhe mbledhje sistematike parash. Për të shmangur gjurmimin, Haredin Fejzulla operonte me disa pseudonime, mes të cilave Vasileos Samaras, Spiros dhe Robotis Postolis, duke u paraqitur shpesh edhe si shtetas grek. Këto identitete rezultojnë të përdorura në kontrata qiraje, lidhje shërbimesh dhe lëvizje ndërkufitare, element që dolën në pa gjatë hetimeve në Bruksel dhe Madrid. Pas dënimeve të dhëna në mungesë nga gjykatat belge, Fejzulla u shpall në kërkim ndërkombëtar dhe u përfshi në listat e Belgium's Most Wanted dhe Europe's Most Wanted në Europol. Arratisja e tij përfundoi më 12 shtator 2024 në Madrid, pas një operacioni të përbashkët të ekipeve FAST të Belgjikës dhe Spanjës. Arrestimi konfirmoi jo vetëm profilin e tij kriminal, por edhe faktin se organizata vazhdonte aktivitetin dhe gjatë kohës që ai fshihej. Një element i rëndë në këtë dosje është edhe përfshirja e familjarëve. Djali i Haredin Fejzullës, Neim Fejzulla, u dënua nga gjykata belge me 3 vite burg për rol aktiv si asistent logjistik dhe roja e plantacioneve të kanabisit. Burg të cilin ai nuk e kreu kurrë. Burime policore belge dhe spanjolle kanë konfirmuar se familja funksiononte si një njësi e mbyllur operative. Në këtë kontekst, burime pranë hetimeve
victimeve të krimit ekonomik në Shqipëri vendosi në qendër të vëmendjes Neimin, i njohur si Nino Fejzulla, i lindur më 23 nëntor 1992 në Peshtan të Fierit. Sipas këtyre burimeve, ai shfaqet si figurë drejtuese në fazën e re të aktivitetit kriminal, ku fokusi është zhvendosur nga drogat e zhvatja financiare dhe pastrimi i parave. Informacionet e mbledhura tregojnë se Nino Fejzulla drejton një celul call centerash të përfshira në mashtrime dhe zhvatje ndaj shtetasve evropian. Paralelisht ai përmendet si person kyç në rekrutimin e dhjetra të rinjve nga Shqipëria për aktivitete kriminale jashtë vendit, përfshirë plantacione kanabisi dhe shërbime ndihmëse logjistike. Grupi i tij lëviz mes Spanjës, Belgjikës, Dubajit dhe Tiranës, duke fragmentuar operacionet dhe duke shmangur përqendrimin e përgjegjësisë penale. Pas verifikimesh të mëtejshme, rezulton se Primo Hotel është marrë me qira dhe nuk është bler, por ky fakt nuk e përjashton përdorimin e tij si instrument pastrimi parash. Burime hetimore theksojnë se modeli i qirasës shmang ekspozimin e kapitalit fillestar dhe e zhvendos vëmendjen te qarkullimi i përditshëm i paras. Hoteli funksionon normalisht, ka staf dhe infrastrukturë, por dyshimet lidhen në mënyrën se si aktiviteti i dukshëm përdoret për të fituar para, që burojnë nga droga dhe zhvatjet me call center. Celula e call centerave sipas të njëjtave burime ndodhet fizikisht në zonën e komunës së Parisit, duke krijuar një afërsi funksionale mes vendit ku gjenerohet paraja kriminale dhe strukturave që shërbejnë për pashtrimin e saj. Ky kombinim e zhvendos krimin nga periferitë e fshehta në një zonë qendrore të Tiranës, nën sy të publikut dhe larg kontrolleve. Burime pranë krimit ekonomik flasin hapur për korrupsion të drejt për drejt të shefave të policisë. Nuk bëhet fjalë për tolerim, as për neglizhencë, as për mungesë informacioni. Drejtues policor kanë ditur për ekzistencën e call centerave të Neim Fejzullës, për aktivitetin e tyre mashtrues ndaj shtetasve evropian, edhe për përdorimin e Primo Hotel si mbulesë ekonomike, dhe megjithatë kanë garantuar që asnjë kontroll real të mos kryet. Ky aktivitet ka vazhduar sepse është mbajtur i paprekshëm nga vetë struktura që duhet ta ndalonte. Në këtë skem policia nuk ka qenë spektatore, ka qenë faktor funksional. Prania e call centerave në komunën e Parisit, lëvizja e personave të lidhur me grupin e Neim Fejzullës, qarkullimi i parave dhe përdorimi i hotelit si aktivitet pastrimi parash nuk kanë ndodhur në fshehtësi, por në sy të organeve ligjzbatuese. Mosveprimi i përsëritur në një zonë të kontrolluar dhe monitoruar përbën vetë provën e korrupsionit. Primo Hotel nuk ka nevojë të jetë pronë për të shërbyer si instrument pastrimi parash. Mjafton të jetë funksional, të ketë staf, të ketë fluks ditor dhe të jetë i mbrojtur. Në këtë realitet, paratë gjeneruara nga zhvatja me call center dhe nga shtëpitë e barit kanë gjetur një kanal të qëndrueshëm për t'u futur në qarkullim, ndërsa policia ka garantuar që askush të mos pyes nga vinj. Kjo është arsyeja pse kjo histori nuk lidhet vetëm me një hotel, as vetëm me një emër, por lidhet me një zinxhir kriminal ku parat, aktiviteti dhe mbrojtja policore ecin së bashku. Dhe kur shefat e policisë bëhen pjesë e këtij zinxhiri, krimi nuk ka më nevojë të fshihet. Krimi nuk troket më në dyert e institucioneve. Në Memaliaj, ai është futur brenda, është ulur këm kryq dhe administron paratë të qytetarëve, në vend që të jetë një institucion publik në shërbim të ligjit dhe interesit qytetar. Sipas fakteve dhe rrethanave të bëra publike, duket se funksionon si një strukturë e kapur nga grupet kriminale. Në qendër të këtij skandali qëndron kryetari i Bashkisë Memaliaj, Albert Malaj, i cili mban përgjegjësi politike, administrative dhe morale për çdo emërim dhe vendim që merret brenda institucionit që drejton. Dhe rasti më flagrant është ai i drejtorit të financave, Besnik Çaushi. Besnik Çaushi nuk është një emër i panjohur për drejtësinë. Me vendim numër 772 datë 19/4/2021, gjykata e Gjirokastrës e ka dënuar atë me 5 vite burgim për veprën penale prodhim dhe shitje narkotikësh, e kryer në bashkëpunim. Dënimi është pezulluar me kusht, por vendimi penal ekziston dhe është fakt publik. Pavarësisht këtij dënimi, Çaushi është emëruar drejtori i financave në Bashkinë Memaliaj, pra njeriu që kontrollon buxhetin, tenderët, pagesat dhe qarkullimin e parave publike. Ky emërim nuk është rastësi dhe as gabim teknik. Ai mban firmën dhe vullnetin e kryetarit Albert Malaj, dhe këtu lind dyshimi i madh që kërkon përgjigje nga organet e drejtësisë. Pse një person i dënuar për trafik droge vendoset në krye të financave publike? Kujt i shërben ky emërim? Qytetarëve apo interesave kriminale? Sipas provave, ky emërim dyshohet se është bërë për të garantuar kontrollin e tenderëve dhe fondeve të bashkisë, duke e kthyer drejtorinë e financave në një pikë kyçe për kanalizimin e parave publike në duar të caktuara të krimit të organizuar.
Nëse këto dyshime provohen, atëherë nuk kemi thjesht një shkelje administrative, por bashkëpunim të drejt për drejt me krimin e organizuar. Ironia është se qytetarëve të Memaliaj të kërkohet të paguajnë taksa, të respektojnë ligjin dhe të durojnë mungesën e shërbimeve, ndërsa paratë e tyre administrohen nga krimi. Në këtë bashki, duket se rekordi kriminal nuk është pengesë, por avantazh për karrierë. Pyetja nuk është më nëse ka problem në bashkinë Memaliaj. Pyetja është, a do të reagojë SPAK, a do të hetohet kryetari Albert Malaj për lidhje të mundshme me grupet kriminale dhe për kapje të institucionit vendor, sepse kur një kryetar bashkie vendos njerëz të dënuar në pozicione kyçe, ai nuk mund të fshihet pas justifikimeve. Heshtja dhe mosveprimi në këtë rast janë bashkëfaqësi. Prej 2 ditësh, qyteti i Durrësit, qendrat e banuara të njësive administrative, bizneset dhe tokat në të gjithë territorin e kësaj bashkie janë të përmbytura nga uji, ndërsa kryebashkiakja Emiliana Sako, e rehatuar në zyrën dhe vilën e saj, po fajson rreshjet e shiut. E vërteta është se Durrësi vazhdon të jetë i përmbytur nga shiu, por shkaku nuk janë rreshjet, por korrupsioni dhe vjedhjet që Beli Resha e bashkisë Emiliana Sako i ka bërë fondeve të rrjetit kullimit të ujrave mbi dhe nën toksore. Drejtuesit e SPAK-ut e dinë këtë të vërtetë, shikojnë me sy dhe kanë shumë denoncime e kallëzime, që provojnë se gjatë 5 viteve të drejtimit të bashkisë nga Emiliana Sako, Durrësi është përmbytur edhe kur ka rënë vetëm një orë rreshje, madje edhe në stinën e verës. Pas përmbytjes së madhe, SPAK duhet ta merrte të pandehur dhe ta arrestonte kryetarin e bashkisë së Durrësit, Emiliana Sako, mbështetur në provën se ajo ka financuar një tender prej 20 milionë eurosh për ndërtimin e hidrovorit të ri, i cili nuk funksionon sepse investimi nuk është bërë sipas projektit, nga që milionat janë vjedhur në një pazar mes kryebashkiakes Emiliana Sako, që firmosi tenderin si autoritet kontraktor, dhe kompanisë private duke marrë në dorëzim letra false, sikur investimi ishte kryer dhe sikur objekti funksiononte. Provë tjetër janë 18.7 milionë euro që kryebashkiakja Emiliana Sako ka tenderuar dhe dhënë gjatë 5 viteve në detyrë për kolektorët dhe rrjetin e ujrave të zeza e të bardha, si edhe kanalizimet mbi toksore në qytetin e Durrësit dhe njësitë administrative. Por rreshjet e fundit treguan se edhe ky rrjet është jashtë funksionit dhe në disa zona mungon fare, sepse investimet nuk janë bërë dhe milionat janë vjedhur përmes raporteve false të mbikëqyrjes punimeve dhe marrjes në dorëzim, pa u kryer investimet e plota sipas projekteve. Provë tjetër janë tenderimet prej rreth 220 milionë eurosh të bëra çdo vit me urdhër të Emiliana Sakos për pastrimin e pusetave të qytetit dhe njësive administrative, por edhe këto rreshje treguan se ato janë jashtë funksionit. Prej 5 vitesh në krye të bashkisë së Durrësit Emiliana Sako është marrë vetëm me pazare tenderësh, leje ndërtimi, leje plazhesh, kontrata qiraje, favorizime biznesesh dhe pazare me ministra e drejtor, për t'i dhënë miliona euro kompanisë së familjes së saj që shet dhe jep makina me qiraje institucioneve. Një motiv më tepër që SPAK ta marrë të pandehur kryebashkiakjen e Durrësit Emiliana Sako për shkaktimin e kësaj përmbytje është fakti se prej muajit maj 2024 ajo është në nënhetim për tender, leje ndërtimi dhe fonde rindërtimi, ndërsa në muajin nëntor 2025 BKH-i sekuestroi telefonin, kompjuteret e saj dhe të disa drejtorëve të bashkisë. Përmbytja e radhës është shkaktuar nga vjedhja e fondeve të hidrovorit, kolektorëve dhe rrjetit të kanalizimeve, provon akuzat për të cilat SPAK po e heton prej një viti e gjysmë, por ndërkohë e lë të lirë të vjedhë dhe të shkaktoi dëme për qytetin, banorët dhe bizneset. Në sfondin e një marrëveshje të ngrirë për resortin në ishullin e Sazanit, Edi Rama është kapur mat në Paris, duke shtrënguar duart me Jared Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump. Kreu i qeverisë ndodhej atje për samitin e koalicionit të vullnetmirëve për Ukrainën, por ajo që ka zgjuar më shumë vëmendje nuk është aktiviteti diplomatik për momenti i vjedhur me Kushner. Rama ka shpërndarë në rrjetet sociale disa foto ku ai takohet me Jared Kushner, njeriu që qëndron pas investimeve të mëdha strategjike për Shqipërinë. Fotografia është interpretuar nga shumë vëzhgues si një sinjal se kryeministri po përpiqet me çdo çmim të mbajë marrëdhënie miqësore me SBA, veçanërisht me element të lidhur ngushtë me familjen Trump. Kjo foto bie në sy pikërisht në një kohë kur marrëveshja për ishullin e Sazanit me kompaninë Atlantic Incubation Partners LLC në pronësi të Kushner është në thelb e pezulluar. Më 15 dhjetor 2025, kompania zyrtarisht njoftoi shtyrjen e sigurimit të marrëveshjes edhe me një vit, çka praktikisht do të thotë bllokimi i investimit. Kjo erdhi pas një serie sinjalesh të qarta se firma nuk ishte ndërmend të realizonte planet për resortin e madh luksoz, duke refuzuar të paraqiste dokumentacionin e kërkuar nga Komiteti i Investimeve Strategjike dhe institucionet shqiptare. Ndërkohë marrëdhëniet mes Ramës dhe Washingtonit kanë kaluar në një fazë tensioni, refuzimet e zyrtarëve të lartë amerikan për takime në samitet ndërkombëtare, mungesa e kontakteve të nivelit të lartë me Shtëpinë e Bardhë dhe refuzimi për të uruar fitoren e zgjedhjeve të 11 majit 2025 kanë sinjalizuar një ftohje të dukshme. Në këtë kontekst, fotografia me Kushner në Paris duket më shumë se një rastësi. Ajo shihet si përpjekje e Ramës për të goditur dy zoq me një gur, për të shpëtuar marrëdhëniet me SBA-t dhe për të ringjallur shpresat për Sazanin. Në fakt, sipas vendimit të Komitetit të Investimeve Strategjike të datës 30 dhjetor 2024, Rama kishte vendosur afate strikte për nisjen e negociatave dhe dorëzimin e dokumenteve të projektit nga investitori. Këto afate nuk janë respektuar. Kompania ka qëndruar larg kontakteve, pas sqaruar publikisht arsyet e vonesave, ndërkohë që projektet e tjera të Kushner përfshirë atë në Beograd janë tërhequr në mënyrë definitive.
Historia e zhdukjes së Ervis Martinajt nuk nis në gushtin e vitit 2022, ditën kur familjarët e tij denoncuan humbjen e kontaktit, por shumë më herët, në momentin kur politika shqiptare e pranoi publikisht se e njihte, e monitoronte dhe e konsideronte pjesë të një realiteti kriminal që shteti pretendonte se e kishte nën kontroll. Kryeministri Edi Rama artikuloi këtë marrëdhënie në mënyrë të drejtpërdrejtë gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2021, kur nga një podium elektoral deklaroi se i njihte njerëzit, lëvizjet dhe madje targat e automjeteve të atyre që ai i cilësoi si përfaqësues të botës së basteve të paligjshme, duke e përmendur në mënyrë të tërthort Martinajn si një aktor të njohur dhe të identifikuar nga strukturat e shtetit. Ajo deklaratë nuk ishte retorik politike e rastësishme, por një pranim publik se shteti dispononte informacion operacional konkret për aktivitetin dhe rrethin e tij shoqëror. Nuk ka xhamatësi që ju fshehin, sepse sytë e patronazhistëve janë me rreze lazer. I them edhe ati drejtorit basteve të kohës, bashk me vullnetarët që kanë humbur licencat e basteve. Ne udhim targën e kohës. Dhe kur them ne, jo regjimi, po patronazhi. Kur Ervis Martinaj u zhduk në gusht 2022, ky pranim politik u shndërrua në një problem madhor institucional, sepse nga ai moment, shteti nuk mund të pretendonte më se kishte vetëm dyshime, por duhej të përgjigjej për fatin e një personi për të cilin kishte deklaruar publikisht se e njihte dhe e monitoronte. Pas zhdukjes, Edi Rama ndryshoi ton, por jo pozicion. Kryeministri deklaroi se kjo histori duhet të merrte fund, se policia e shtetit duhet të jepte një përgjigje të qartë nëse Martinaj ishte gjallë apo i vdekur, dhe se publiku nuk mund të lihej peng i thashethemeve dhe zërave të nënveshëm. Ai vendosi një afat drejtorit të policisë duke kërkuar rezultate konkrete dhe duke lënë të kuptojë se përgjigje ekzistonte, por nuk ishte ende e provuar në mënyrë të publikueshme. Mëngjeset dhe darkat e shqiptarëve ekran me ekran dhe faqe në faqe janë bërë si një Big Brother i kronikës zezë. Jo u vra, jo s'u vra ai që ishte i shumë kërkuar nga drejtësia dhe çfarë nuk dëgjoj njerëzit, lloj-lloj legjendash me Luan, me Bamirsa, me oligark, shto uje, shto miell, si një serial absurd për një nga figurat më të zeza të botës krimit shqiptar. Dhe policia e shtetit sot nuk di ta thot akoma, ore, u vra apo nuk u vra. Kush e ka penguar ta thot? Drejtori i policisë shtetit, që merr sot detyrën si një nga oficerët me eksperiencën më të gjatë në shkallët e karrierës policore, duhet të sigurohet dhe të sigurojë që kjo dilemë të marrë fund sa më parë. Dhe nëse i kërkuari është vrar, t'i thuhet publikut që ky është vrar, nëse nuk është vrar, të gjendet, kapet dhe t'i jepet drejtësisë. Që nga ai moment dhe deri sot, shteti shqiptar ka ndryshuar drejtues, por jo realitet. Në harkun kohor 2020-2026 janë ndërruar 3 drejtorë të përgjithshëm të policisë së shtetit: Gledis Nano, Muhamet Rumbullaku dhe Ilir Proda, secili prej tyre ka marrë detyrën me premtimin për forcimin e rendit dhe luftën ndaj krimit të organizuar. Asnjëri nuk ka dalë përpara publikut me një përgjigje përfundimtare për fatin e Ervis Martinajt. Gledis Nano u largua nga detyra në kulmin e misterit, pa dhënë asnjë shpjegim publik për një nga çështjet më të rënda të sigurisë kombëtare. Muhamet Rumbullaku e mori detyrën me një afat politik 100 ditor për rezultate, por edhe pas përfundimit të këtij afati, policia nuk ka artikuluar asnjë version zyrtar të asaj që ndodhi realisht. Paralelisht janë ndërruar 3 drejtues të prokurorisë së posaçme: Arben Kraja, Altin Dumani dhe Klodian Braho. SPAK ka goditur pasuritë e Martinajt, e ka përfshirë në akt akuza për krim të organizuar, e ka dërguar për gjykim në mungesë, por nuk ka dhënë asnjë përgjigje publike për pyetjen themelore: çfarë ndodhi me të? Ky është paradoksi më i fortë i kësaj historie.
përgjigje. Shteti shqiptar e trajton Ervis Martinajn njëkohësisht si të zhdukur dhe si të pandehur, si subjekt që nuk dihet nëse jeton apo jo dhe si person ndaj të cilit ushtrohet ndjekje penale, sekuestrim pasurie dhe procedim gjyqësor. Asnjë institucion nuk ka marrë përsipër të shpjegojë këtë kontradikt. Policia deklaron se nuk flet pa prova, SPAK vepron pa folur, politika kërkon përgjigje, por nuk mban përgjegjësi për mungesën e tyre. Ndërkohë publiku mbetet përballë një boshllëku të frikshëm institucional, ku një person zhduket në rrethana të dyshuara kriminale dhe shteti, pavarësisht se e ka ndjekur, hetuar dhe akuzuar për vite me radhë, nuk arrin të thot as nëse ai është gjallë apo i vdekur. Kjo heshtje nuk dëmton vetëm imazhin e institucioneve, por minon besimin minimal tek shteti dhe është në gjendje ai të kontrollojë realitetin kriminal që pretendon se e lufton, sepse nëse shteti nuk ka një përgjigje për fatin e një personi që e ka konsideruar rrezik publik, atëherë pyetja nuk është më se ku është Ervis Martinaj, por kush e kontrollon realisht territorin, informacionin dhe të vërtetën. Në këtë pikë mungesa e një përgjigjeje nuk mund të shpjegohet më vetëm me vështirësi hetimore, sepse kur një çështje mbetet e hapur për vite, pavarësisht ndërrimit të drejtuesve, pavarësisht veprimeve penale dhe pavarësisht deklaratave politike, lind dyshimi i arsyeshëm se heshtja nuk është pasojë e mungesës së informacionit, por e peshës së tij, dhe kur një e vërtetë nuk thuhet, jo sepse nuk dihet, por sepse prek ekuilibra të rrezikshëm, atëherë historia e Ervis Martinajt pushon së qeni vetëm një zhdukje dhe shndërrohet në një test për kufit real të pushtetit dhe drejtësisë në këtë vend.